Kur e kuptuat ju si guxoj që marrëdhëniet mes Garvallës dhe Osmanit nuk janë të mira? Shiko, unë e kom kuptu prej asoj kohës vite 2024 kur ke këshilli artarësimin Këshillin e Evropës. Po nuk kam marrën, për shkak se unë kam mendu që në politik njerëz edhe prishën edhe bashkohen, se në politika... Fakta ishte kjo edhe prishja madhe e Kurtit me Osmanin, sepse kishim informacion... Unë që kom po, Albin Kurti asnjëherë nuk i ka prish marrëdhëniet me Vjosa Osmanin. Donika po. Albin Kurti ka vazhdu takohet me qindra herë ka vazhdu. Përkundër mosmarrëveshjeve të ndryshme që e ka pas, vazhdimisht u taku me presidentët. Normalisht si pasojë e përgjegjësisë shtetërore që e kanë pas dytë, presidenti dhe kryeministri. Edhe janë taku, kanë bisedu shpesh, nuk janë pajtu, po kanë tregu vedi të lartë shtetërore dhe janë taku. Deri më ndoshta 2-3 javë para 5 marsit kur u kanë janë taku Albini dhe Vjosa dhe absolutisht nuk kanë pas ndonjë mosmarrëveshje në kuptimin institucional. Por unë mendoj që një prej faktorëve që Albinin e ka çu në rrugë të keqe në këtë drejtim, në rrugë gabume, sepse unë dikush mundet me thonë, po ti e ke lëvdu Albinin, po nuk jam pishman që e kom lëvdu Albinin, po e ke ndihmu, po nuk jam pishman që e kom ndihmu Albin Kurtin fare, sepse kemi qenë pjesë do punëve të mira të bashkëta, Vjosa, Albini, na tjerë, edhe për veri unë për tjerë.